Vëllezër e dashur, kur e përgatita këtë temë, më kujtu një rast, ka qenë një video moti e përkthime, që e kam përkthim me vite ka. E dini tsunamin, e dini që ato matë vjetrit, pak, po edhe këtë trit nashta e ka nije, po që ndodhe e farë tsunami në Indonezi. Tregon hoxha i nderuar Khalid Rashid me një ligjerat e cila është e përkthime, një pjesë për asajna, tregon për një djalë të ri i cili pështoi. Gjatë këtij tsunamit pështoi. Edhe a dini pse ka pështuar? Ngojën e këtë. Thotë ki hoxha i nderuar, thotë u takova me një djalë me një fshat ku i gjithë fshati kishin ndru jetë. Të gjithë kishin vdekë. Të gjithë tsunami kishte ardhur në atë fshat dhe që gjithë i kishë shkatruar. Nuk kishë lënë krijesë të gjallë vetëm se i kishë shkatruar. Tha po e shoh një djalë i cili u soll ke në atë fshat çaj, ke u mërzit, ke vizitoj ke shtëpi për shtëpi, po e pyesa për kthysi, po i tha me vallë, çka është puna këtij djalit? Kush janë ky djalë? Tha hoxhë ndërum, i vetmi i cili ka pështuar për këtij fshatit është ky djalë. Tha subhanallah, kur më tha ky djalë, edhe dësha me ditë se çish ka pështuar, pse ka pështuar. Se çudi tha këtë fshatit për një që të gjithë të gjallë, qofshin kafsh apo njerëzit kishin morë fund nga e tsunami i madh, vetëm se ki kish me gjallë. Edhe po e pyesa këtë përgjigje, thash, a ka mundësi me ma thirr që të bisedoj me atë djalin? Tha po, e thira, edhe po e pyeti, dhe po i tham, vallë, çish ki me gjallë ti? Çka bën, u ngjite me naj gur, hipe me naj pemë, u largove me shpejtësi, as mundje me atërheq vëritin popullit tan, që të pështojsh edhe familja jote fillimisht, vëllezërit e tuaj, motrat e tuaja, baba, gjyshi, lagja jote, tha s'pate mundësia? Tha jo, s'pata ku një farë mundësia. As një farë mundësia, tha nuk kisha që mi paralajmërue. Po tha qish pështove, unë gjite me naj kep, hipe largë me naj kodrë, me naj drum, hipe për një shpi. Tha s'ket se ka po hoxhin ndërum. Po tha val, qish pështove? Tha hoxhin ndërum, tha, une e kam pas zakon. Gjdo dit njëherë një javë, me parët e mija që i punojsha, i dojsha një sasi të vogël. E dojsha një sasi të vogël, edhe mesha dë një ligjerat, dë një temë islame, dë një tekst islam, edhe shkojsha në qytet atje e printojsha. I bajsha 100 kopje, 200 kopje, tha dhe u kthejsha në katon. E të nesrit mëngjes e mirësha motorin mëngjes herët, që për me mri edhe punën, tha mas namazit sabahut, tha e mirësha motorin dhe dilsha në për fshatra tjerë. Larë fshatit tem dhe në gjithë që ato fletushkët, ato letrat me temat të ndryshme, për me i këshilu dhe me i nëzit njerëzit dhe një vepër të mirë. Tha qatë ditë që u botë tsunami, tha u qove e fala namazin e sabat, i hipa motorit, i mura fletushkët dhe shkova një 30 km me një fshat për të ngjit disa fletushkat të cilët kishin bajnë mbi temën e namazit. Tha dhe u largova prej fshatit. Shkova atje, tha, i ngjita fletushkët, edhe prej atë shkova në punë. Duke punu, tha, nuk ka shkue shumë pak kohë, vetëm se në ardhë lajmi që ka ndodhë tërmeti i madhë edhe ka ndodhë tsunami i madhë. Tha shpejtova edhe u ktheva në fshat. Tha çfarë me pa në fshatin tem, që të gjithë shka i njofë, që të gjithë që i dije, që të gjithë që kemi bashkjetue, tha kishin morë fund dhe kja kishin dërzu amanetin Allahut Azza wa Jall, tha i vetëmi cili ka mbet gjallë për këtë fshatit, tha jamune. Atëherë të hoxha thot, më kujtu fjallë Allahut subhanahu wa ta'ala, in të nësurullaha jensurkum. Nëse e ndihmoni Allahun, Allahu ju ndihmon juve. Nëse ju e përhapni fejnë Allahut, Allahu ju ndihmon juve. Me një ajet tha, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, kemi me i pështue ato të cilët urdhërojnë veprat mira dhe ndalen për veprave të këqija. Me ngjit një fletush është urdhër në veprat mira dhe ndalen për veprave të këqija. E shef është një punë e thjeshtë, vëllezër të dashur. Është një punë të cilën ne nuk e konsiderojmë të madhe. Me shku me i bon 100 fletushka, me ngjit na për bandera, shembull po tham apo na për dera, apo na për apo ndonjë vend. Kjo është punë e thjeshtë në syrin tonë. Mirë, po kjo ka qenë e madhe të Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo ka qenë e madhe të Allah subhanahu wa ta'ala, ku Allah subhanahu wa ta'ala ka paguar. Për këtë, Allah subhanahu wa ta'ala kur i lavdron besimtar, edhe kur i tregon se kush është besimtar, edhe çfarë virtyte, çfarë sifate, çfarë vepra punojnë besimtar, tha ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
tha besimtar janë ato të urdhërojnë vepra të mira, e nxitin njëri tjetrin me punu mirë, shoku shokun, vllau vllaun, kushia kushin, edhe kështu me radhë. E nxisin njëri tjetrin me punu mirë, e nxisin me mendu mirë, e nxisin që të bajnë vetëm se mirë, e kur njëri tjetrin ta nxismi me bu mirë, me dhe mos ka me ardhë një rezultat, me dhe mos ka me ardhë ai fryt i nxitjes së veprave të mira apo nxitjes së punës mirë.